Në kuadër të 1 majit të ditës ndërkombëtare të punëtorëve, Agjencia e Punës për Bashkëpunim me Qendron për Hapje dhe Dialog organizuan një aktivitet informues në Gjirokastër me fokus tek orientimi i grupeve të interesit dhe ndërgjegjësimi mbi vendin e punës së shëndetshëm. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe të rinj nga shkollat e mesme të qytetit, të cilët u njohën nga afër me të drejtat e punëmarrësve dhe rëndësinë e ndërtimit të një klime besimi mes punëdhënësve dhe punonjësve përmes informimit dhe konsultimit. Tema e zgjedhur sot është dita e punëtorëve midis teorisë dhe realitetit. Prandaj është përzgjedhur kjo. Jo vetëm kemi përzgjedhur jo vetëm të pjesëmarrës, jo vetëm ata që janë aktiv në punë, por edhe të rinjt që janë maturant në gjimnaze që nesër do të dalin në jetë, përveç se kurrikulave që ata ndjekin në kuadër të orientimit profesional në fusha të ndryshme, ku do të zgjedhin, por është më mirë që të njihen që në këto momente dhe që në këtë kohë të njihen me të drejtat e tyre, për të kërkuar të drejtat e tyre, sepse realisht kjo datë vërtet u shënua në kalendar, por kjo përkon me vitin 1886, kur punëtorët u ngritën në protestë për të caktuar jo vetëm orarin e tyre zyrtar, që të kishin një orar të tyre për të mos qenë më të skllavëruar, por edhe cilësinë e jetesës dhe kushtet e punës si krive. Dhe këta të rinj sot është mirë që të njihen edhe me këtë pjesë, domethënë, cilat janë kushtet e punës, sa e lehtë është për të patur një marrëdhënie pune dhe si funksionojnë institucionet në raport me kërkesat që ato kërkojnë. Të rinj pjesëmarrës në aktivitet shprehën se këto fushata janë të dobishme pasi u japin mundësinë të mësojnë më shumë për të drejtat që kanë dhe për hapat që mund të ndjekin në të ardhmen profesionale. Këto dëgjesa të zhvilluara që po zhvillohen në qytetin e Gjirokastrës janë shumë të rëndësishme për të rinjt, pasi ne mësojmë të drejtat e punës, mësojmë se si mundet që nesër deri pas diplomimit të futemi në punë, dhe mund të them që këto janë shumë të rëndësishme për studentët e rinj, pasi ne informojmë përveç të drejtave të punës, informojmë se si të bëhemi dhe të rëndësishëm tek një profesion jonë. Ky aktivitet shënon një hap më shumë drejt ndërgjegjësimit social dhe përfshirjes aktive të rinjve në tregun e punës, me synim për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt dhe të drejtë për të gjithë.